Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë një moment shumë të bukur. Jam këtu pranë jush për të sjellur lajmet më të fundit, por në një lajm të publikuar nëse nuk gabohem 2 ditë më parë, do me thënë, ku kam folur për Arbanën edhe për marrëdhënien e saj me Vjerën, kam parë në ca komente që ndjekësit kanë filluar që të bëjnë disa krahasime të raporteve me vjerat të personazheve publik, që në këtë rast do me thënë kanë krahasuar Kiarën me nënën e Luizit, gjithashtu dhe nënën e Eduartit me Arbanën. Tani, nëse ne do të bënim një kombinim mes Kiarës edhe mes nënës apo mes Arbanës në rolin e nuseve, realisht është rol për t'u admiruar, sepse edhe Arbana që në momentin do me thënë kur u martua me Eduartin, që në momentin kur erdhën në jetë edhe fëmijët e tjerë, mendoj që ju përkushtua më së shumti familjes se sa televizionit. Pa marrë parasysh që ka hapur bizneset e saj private dhe gjithçka tjetër që në fakt Arbanën e rrethon, por fokusin gjatë gjithë kohës, edhe në për intervistat që ka bërë, edhe në për emisionet ku Arbana ka qenë prezente, do me thënë e ka patur automatikisht tek fëmijët e saj, tek qënja më e çmuar. Një herit edhe Kiara po bën të njëjtën gjë, do me thënë pa marrë parasysh se çfarë angazhimi do të ketë, pa marrë parasysh se sa verë të vështirë kishte duke udhëtuar pothuajse në të gjitha qytetet të Shqipërisë, Kiara përsëri kishte fokusin tek Luna, por në këto dy familje, që në fakt unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë këtë dashurinë e madhe që po tregohet edhe po publikohet, sepse nuk mund të them që është diçka e rejshme deri në momentin që Luizi dhe Kiara, do me thënë, e jetojnë momentin dhe i kalojnë edhe pushimet verore me nënën e tyre, do me thënë në gjatë verës, Luizi bën 2-3 pushime, ku në njërin pushim është komplet familja, zonja Angelin, Luizi, Luna, dhe në anën tjetër, do me thënë, do njëherë është Luizi dhe Kiara vetë, por në përgjithësi, do me thënë, janë krejta. E bukura është që në këtë mes, mua më pëlqen që promovohet pastërtia shpirtërore, që promovohet dashuria, që promovohet njeriu, që promovohet vlera dhe pikërisht kjo është për t'u vlerësuar dhe është për t'u duar trokitur. Aty ku ka dashuri, aty ku ka respekt, aty ku ka njerëzillik, ka gjithçka dhe mendoj që Kiara dhe Arbana janë duke bërë më të mirën dhe janë duke bërë më të bukurën që në të gjitha format e tyre, në të gjitha dimensionet e tyre, do me thënë janë duke luftuar që të sjellin edhe të ruajnë edhe familjen tradicionale dhe ku ka më bukur se sa promovimi i familjes tradicionale. Është e vërtet, Kiara dhe Arbana kanë një raport të mrekullueshëm me Vjerën, sidomos Kiara ndoshta edhe më shumë sepse i bie gjatë më së shumti kohësh të qëndroj me nënën e Luizit, edhe vetë Kiara ka pranuar që do me thënë raporti i tyre është raport shumë shoqëror, më shumë se sa vjerë edhe nuse.